Sekreti i murit të vjetër, zbulimi që e ktheu të kaluarën e një familjeje kokposht. Roberti investoi gjithçka për të blerë një shtëpi të vjetër me reputacion misterios, por ndërsa renovonte, ai u ndesh me një mur bodrumi që dukej se ishte mbyllur qëllimisht. Kur zbuloi se pas t'i fshihej një dritë, ai hyri në konflikt me gruan e tij, por kur më në fund e hapi, zbulimi nuk ishte ajo që priste. Nuk ishte një thesar, por një trashëgimi e haruar që shpjegonte historinë e vërtetë të pronarëve të parë. Ndërsa shëtiste në për rezidencën e tij të madhe, Roberti ndeshi diçka të çuditshme, një pjesë e murit të bodrumit që nuk e kishte vënë re kur më parë. Dukej si një derë që ishte vulosur fort. Ethi Mitchell kishte qenë gjithmonë i tërhequr nga shtëpitë me një të kaluar të pasur, kështu që blerja e pronës së vjetër në Kamur dukej si një ëndër e realizuar. Shtëpia e ndërtuar fillimisht në fillim të viteve 1800 nga familja Bassett, një dinasti e njohur minierash, ishte plot karakter. Atë pasdite ai kishte marrë 3 trofe kafshësh që kishte porositur në internet. Por ndërsa u përpoq të montonte të tretin, diçka nuk dukej në rregull. Kur futi një gosht në mur, ajo tingëlloi çuditërisht e zbrazët. Për të qenë i sigurt, ai testoi një vend tjetër aty pranë dhe ai tingëlloi fort. Duke kaluar dorën mbi sipërfaqen e ftohtë dhe të pabarabartë, ai ndjeu diçka të ndryshonte brenda tij, një të ftohtë të çuditshëm. Kjo pjesë e murit ndihej ndryshe sikur po fshihte diçka. Me kuriozitetin plotësisht të zgjuar, Roberti u përkul dhe vendosi veshin në gur. Ai trokiti lehtë me gishta dhe Johana që u kthye ishte e zbrazët, boshe. Mendimet e Robertit ju kthyen familjes Bassett, ndikimi i tyre në botën e minierave kishte qenë masiv dhe historitë rreth pasurisë dhe sekreteve të tyre ishin kudo. Ndoshta kishin fshehur diçka pas këtij muri, diçka të vlefshme ose domethënëse. Dëshira për të parë dhe për të parë vetë ishte e fortë. Sidoqoftë, ai nuk mund të injoronte zërin bezdisës të arsyes dhe thashethemet e vjetra. Ai mori frym ngadalë dhe u tërhoq. Ai kishte nevojë për më shumë informacion. Filloi kërkimin e tij në bibliotekën lokale, ku gjeti një koleksion të vogël dokumentash, hartash të vjetra dhe regjistrime të lidhura me shtëpinë Tahiti dhe vendin e saj në komunitet. Një tregim i vjetër përmendte një dhomë të fshehur, një kasafortë sekrete që familja Bassett gjoja e kishte ndërtuar për të mbrojtur sendet e tyre më të çmuara. Por askush nuk dukej se e dinte saktësisht se ku ishte. Ai gjithashtu filloi të fliste me vendasit, disa e përkrahnin familjen Bassett si të fshehtë dhe të çuditshme, ndërsa të tjerët betoheshin se kishin parë figura fantazmash ose kishin dëgjuar zhurma të pashpjegueshme. Por kur u kthye te regjistrimet zyrtare, ai gjeti pak për të mbështetur ndonjë nga thashethemet. Ndërkohë gruaja e tij, Eleonora, u kthye të nesërmen nga Milani. Ajo u ndal për një sekond duke parë përreth shtëpisë. Rupert, vendi duket i mrekullueshëm, tha ajo, por ka diçka tjetër që duhet të tregoj, tha Ruperti. Kam gjetur diçka në bodrum. Ai e çoi poshtë, dora e tij duke treguar krejt seksionet e murit. Pikërisht këtu, shiko. Nuk shoh asgjë, tha ajo. Ky është qëllimi, shpjegoi ai. Është e fshehur. Mendoj se ka diçka pas këtij muri, ndoshta një dhomë sekrete ose kasafort. Eleonora bëri një hap të ngadalt prapa. Rupert, a je i sigurt për këtë? Pyeti ajo me zë pak të shqetësuar. Çfarë nëse është diçka e tmerrshme? Roberti e kuptoi frikën e saj. Duhet ta lëm rehat, tha Eleonora. Çfarëdo që të jetë pas atij muri, nuk ja vlen të prishësh paqen tonë. Roberti u ndje i coptuar, por për hir të Eleonorës ai pranoi. Ditën e vim Roberti u zhyt më thellë në kërkime, i vendosur të gjente përgjigje. Një ditë bibliotekarja lokale i tha atij, shtëpia Tahiti ka një të kaluar të çuditshme, por regjistrimet janë të coptuara. Më vonë atë ditë Roberti bëri një plan. Ai e telefonoi Eleonorën, duke vënë një ton të lehtë për të kërkuar falje. Dashuri, kam bërë një gabim të vogël, tha ai. A do të vinte keq të merrje diçka nga luleshitësja? Sapo ajo u largua, Roberti u kthye në shtëpi, zemra i rikte fort. Ai kapi veglat e tija dhe shkoi drejt në bodrum. Mori frym thellë, shtrëngoi fort çekanin e madh dhe goditi fort. Muri u qa hapur dhe pas tij ai gjeti një derë të vjetër prej druri. Dora i dridhej, Roberti hapi dorezën e ndryshkur dhe shtiu. Dera u hap ngadalë, duke zbuluar një dhomë të ngushtë plot pluhur.
Në fillim zhgënjimi e goditi. Është thjesht boshe, murmuriti ai. Por ndërsa shkonte më afër, detajet filluan të shfaqeshin. Muret ishin të ashpra si të ishte ndërtuar shpejt. Ai zbuloi një kornizë druri nën sipërfaqe, duke fshirë shtresën e trashtë të pluhurit. Ai zbuloi një panel të mbuluar me xham, pasti një portret i familjes Bassett, dërsa ekzaminonte një nga portretet, një ndarje e fshehur papritmas u hap dhe një pirk i letrash u derdhi jashtë. Këto janë regjistrime, libra llogarish, letra, madje edhe shënime personale, murmuriti ai. Ai paketoi letrat dhe portretet dhe i nxitoi në makinën e tij, duke e ditur se duhej t'i mbante të sigurta. Shkoi drejt e në bibliotekë dhe ja dorëzoi të gjitha bibliotekares. Ditët në vim, Ruperti qëndroi në kontakt të ngushtë me bibliotekarën, pastaj një pasdite erdhi thirrja. Zëri i saj në telefon ishte plot emocione. Rupert, ne gjetëm diçka të jashtëzakonshme, tha ajo. Dokumentet tregojnë një histori shumë më shpresdhënëse për familjen Bassett se sa imagjinonte dikush. Ai u ul drejt, zemra i rikte fort. Çfarë do të thuash? Rezulton se të gjitha ato thashë theme të errta ishin të gabuara, vazhdoi ajo. Ata nuk ishin të përfshirë në asgjë të dyshimt. Në fakt, ata ishin thellësisht të investuar në komunitetin e tyre. Regjistrimet e tyre financiare tregonin vite të tëra dhurimesh për shkolla lokale, spitale, programet komunitare. Ata ishin thjesht njerëz privat që ndihmonin të tjerët në heshtje. Dhe skandali rezulton se ishte e gjitha një keq kuptim i planifikuar me kujdes, i ngritur nga një familje rivale që donte të shkatronte reputacionin e familjes Bassett, zbuloi bibliotekarja. Arsyeja pse dokumentet ishin fshehur në radhë të parë nuk kishte të bënte me fajin, por me mbijetesën. Familja Bassett kishte besuar se familja rivale kishte lidhje të fuqishme në sistemin ligjor, duke e bërë pothuajse të pamundur për ta që të luftonin. Ata kishin fshehur të vërtetën duke shpresuar se një ditë do të dilte në dritë kur të ishte e sigurt. Atë natë, ai më në fund ndau gjithçka me Eleanorën. E dija që duhej të kishte më shumë në histori, tha ajo, dhe ta fal. Në javët në vim, Ruperti dhe Eleanora punuan krah për krah me bibliotekarën dhe një grup historianësh. Ata ndihmuan në organizimin e një ekspozite kushtuar familjes Bassett, duke shfaqur bujarinë e tyre, sfidët dhe forcën e trashëgimisë së tyre. Historia e familjes Bassett është tani pjesë e historisë krenare të qytetit. Çfarë sekretesh mendoni se mund të fshihen pas mureve të shtëpive të tjera historike?